Andaj pra, se cili prej nesh kemi nevoj me lutë Allahun te bareke ve taala. Kemi nevoj me komuniku, me bisedu me Allahun. Se vëllazën, sa shkon në për njerëz, e sa shkon në për vende të ndryshme, apo institucione private apo publike, e i lut njerëzit në radhë të parë, lutja Allahut, trokitja derën Allahut, edhe biseda me Allahun, pa përkthyes, në gjuhën shqipe, tregoja hallet, tregoja brengat, tregoja shqetësimet, tregoja kërkesat. Se kështu komunikojshin me Allahun ma të dashurit e tij, pejgambert. Pejgambert e Allahut kur kishin sprova, edhe të gjithë janë sprovuar, pa dallim, të gjithë janë sprovuar. Kur kishin sprova, kur kishin hallë, kur kishin brenga, kur kishin mërzi, ose kur të tjerë i maltretojshin, apo i dhunojshin, apo i persekutojshin, ku ta diun çka ju bëjshin, ata ju drejtojshin Zotit. Jo me shku dikun tjetër, po te kush më së pari i drejtonin dur tek Allahu me bindje të plot. Me bindje të plot që Allah ka më përgjigj. Se veç me dyshue a më përgjigjet Zoti apo më përgjigjet, kjo është gjëna. Veç me bo me dyshue. Kur të lutsh Allahun me gojën tane, ai çove durt as i çove durt është tjetër puna ajo. Po veç kur të lutsh Allahun, çfarë do të gjuhë? Veç me dyshua, thu vallë, a më përgjigjet më Zoti as më përgjigjet se pata me u lut, këtu në start e ke boni gabim. Pse ke kundërshtu fjalën e Allahut, ud'uni astajib lakum. Edhe ke kundërshtu fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka thonë, ud'ullaha wa antum muqinun bil ijaba. Luteni Allahun duke qenë bindur se Allahu ju përgjigjet juve. Luteni Allahun duke qenë bindur, duke qenë sigurt se Allahu ju përgjigjet juve. Shikojeni Jakubi alayhis salam, një pejgamber i Allahut që kishte pozitë, autoritet, grua, fëmijë, pasuni. Edhe Allah e sprovoi me një smundje traunë që zgjati 17 vite. E pastaj u rëndua gjendja ekonomike. E pastaj u rëndua gjendja shpirtënore se i vdiqën krejt fëmijët një nga një. Edhe në fund vetëm një gruaj mbet afër vetes. Edhe çka një ditë prej ditëve ju kthy Zotit me fjalë të shkurta. Jo, o Zot, se ke po të na kur i ndodh dikuj diçka, ose ka një sprovë të madhe, o Zot, ku më gjetë mua? Po të ka dash Zoti dhe të ka gjetë ty. Të ka dash. Se është rregull, kur të dën, të sprovon. Kur të dën, të sprovon. Ky është rregull parimor që nuk ndryshon fare. Njerëzit më të mirë që i ka pas njerëzimi, pejgambert i ka sprovu Allahu Teala. Pastaj evliat i ka sprovu Allahu Teala. Pastaj ulemat i ka sprovu Allahu Teala. Pastaj shahidët i ka sprovu Allahu Teala. Njerëzit më të mirë. Dhe Jakubi alayhis salam u sprovua, po nuk i tha Zotit pse kështu e pse ashtu. Po çka? I tha innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Po në tha dhimbjen time, unë tha mërzin time, unë piklimin tim, të paraqes vetëm ty o Allah. Zdulkën masat i mankua në media. Po çka? I tha o Zot, unë e qëtë halin tem, qëtë mërzin time, qëtë piklimin tim, qëtë sprovën time, ty po ta paraqes. Ti bën çka dush, veç i kaq. Po një laf me Zotin eve, bisedoj. Edhe çka ndodhi, jo që ja kthej Allahu shëndetin, se e pat shëndetin para kapitulimit, se ja nisën edhe pjesët e trupit ka pak me ju prish edhe mishi filloi me i ra për i trupit. Ja kthej Allah shëndetin edhe ma mirë se që ka qenë për para. Jo që ja kthej e vlad sa i ka pas, jo që ja kthej, po ja kthej Allah dy fishin e vladve që i kishte pas. E ja kthej pasurinë, autoritetin e një nga një. Pra, çka? Ti vetëm lutë Allahun, rej sigurt që Allah ka me të përgjigj.